Generali Amerikan Christopher Cavoli, një nga figurat më të larta ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe komandanti suprem i forcave aleate në Europë, ka raportuar para Senatit Amerikan për gjendjen e sigurisë në rajonet ku janë dislokuar forcat amerikane përfshirë dhe Ballkanin Perëndimor. Në fjalimin e tij, Cavoli përmendi Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën si dy vende që vazhdojnë të përballen me sfida të sigurisë dhe stabilitetit. Ai theksoi praninë aktuale të trupave të KFOR në Kosovë, duke nënvizuar se nga gjithsej rreth 4300 trupa të dislokuara, rreth 600 janë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. KFOR-i mbetet në terren dhe situata në Kosovë mbikëqyret nga afër. Shtetet e Bashkuara kontribuojnë me më pak se 600 ushtarë, ndërsa një pjesë e madhe e barës mbahet nga aleatët tanë si Italia, Turqia, Mbretëria e Bashkuar dhe Hungaria, deklaroi Cavoli. Ai gjithashtu vlerësoi reagimin e shpejtë të Francës ndaj tensioneve në Bosnjë-Hercegovinë, duke përmendur vendosjen e aeroplan mbajtëses Charles de Gaulle dhe 2 batalioneve me parashutistë në verën e kaluar si pjesë e demonstrimit të forcës në rajon. Sipas Cavolit, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur forca rezervë në Kosovë për të përballuar tensionet e rritura gjatë vitit të fundit dhe tashmë janë në proces të zgjerimit të pranisë së përhershme të trupave për të lehtësuar ngarkesën mbi rezervistët. Ne po zgjerojmë numrin e forcave të përhershme në Kosovë për të lehtësuar barrën që e mbajnë aleatët me forca rezervë dhe besoj se do të arrijmë marrëveshje për këtë shumë shpejt e do t'i kemi ato resurse. Komandanti Amerikan po ashtu theksoi bashkëpunimin e ngushtë me Bashkimin Evropian në misionin e Bashkimit Evropian në Bosnjë, duke theksuar rolin e rëndësishëm të bashkëpunimit ndërkombëtar në ruajtjen e stabilitetit në rajon.